Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë historinë e dy shokëve nga Shkodra që fatkeqësisht rezultojnë të humbur. Bëhet fjalë për Det Fshari nga Shumiq dhe Nikolin Bori. Regjia do më ndihmoj me foton e dy shokëve, Det Fshari dhe Nikolin Bori, dy të rinj shkodran në vitin 1990, konkretisht nga Velipoja, të cilët kanë humbur kontaktet me familjen e tyre në vitin e largët 1990 dhe në datën 22 dhjetor të këtij viti, ata mbushën plot 35 vite që kanë humbur kontaktet dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tyre. E në fakt ka qenë dhjetori i vitit 1990 ku po ndihesh lëvizja e re për ndryshim në Shqipëri. Dy të rinj nga Velipoja me ëndra vendosën të arratiseshin nga Shkodra përmes lumit Bun për të arritur në ish Jugosllavinë e asaj kohe. Në fakt, fillimisht të familjarët u trembën kur e mësuan të gjithë këtë histori, sepse në një natë dimri për të përshkruar lumin Bun, gjithë një mendje të shkonte ke keqja. Por ditë pas dite, familjarët bën kërkime dhe mësuan se ata kishin mbërritur shëndoshe mirë në ish Jugosllavi. Por çfarë ndodhi me fatin e dy të rinjve, të cilët nuk kontaktuan më me familjen dhe si vazhdoi rrugëtimi i tyre, ngelen pikpyetje të mëdha. E thash edhe një herë, kanë kaluar 35 vite dhe nëse ata ndodhen diku, Det Fshari i bie të jetë plot 55 vjeç, ndërsa Nikolin Bori i bie të jetë plot 53 vjeç. Sot me mua në studio janë dy motrat e Det Fsharit, do doja të kisha edhe një familjar të Nikolin Borit, por nëse ata janë duke na ndjekur në çdo moment janë të mirëpritur të na telefonojnë. Janë motrat e Det Fsharit, është Lindita, motra e madhe. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, urime për emisionin. Ju falenderojmë shumë. Falenderoj që të kam sot në studio Lindita, je shoqëruar nga motra më e vogël, Esmeralda, e cila ka qenë vetëm 6 muajshe kur vllai i saj humbi dhe sigurisht që nuk kujton asgjë nga kjo ngjarje. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Ju falenderojmë shumë për emisionin. I falenderoj dhe unë që ju kam të dyja sot në studio, do risjellim në fokus historinë e vllait tuaj së bashku dhe me shokun e tij Nikolin Bori, të dy nga Velipoja. Mund ma përcaktoni, keni jetuar në atë kohë në Velipoj? Po. Edhe Nikolin Bori po nga Velipoja? Po. Kena kanë rrit bashk. Ka qenë shok të dy? Po, të dy, shok ngusht. Bashkë moshatare, temi një diferencë prej 2 vite pak kanë qenë. 20 vllai juaj dhe 18 vjeç diku ka qenë Nikolini. Po, Nikolini. Mirë, do diskutojmë dhe do flasim sot për historinë e humbjen e dy shokëve shkodran, por fillimisht unë dua të prezantoj një kronik që ne kemi përgatitur. Gazetarja Erstela Mala ka përgatitur një kronik për Det Fsharin dhe Nikolin Borin, si kanë humbur ata kontaktet dhe kush ishin informacionet e para që mbërriten në familjen Fshari dhe Bori. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Dy shokët nga Velipoja, Det Fshari dhe Nikolin Zev Bori u zhdukën mbrëmjen e 22 dhjetorit të vitit 1990 në një arratisje të guximshme përmes lumit Buna. Të rinjt 20 dhe 18 vjeç u nisën atë natë acar dimri, duke përdorur litare të komordareve për të kaluar lumin. Mënyra më e zakonshme asaj kohe për ata që kërkonin të arratiseshin drejt ish Jugosllavisë, por që nga i çast asnjëri prej tyre nuk u pa më. Informacionet që mbërritën më pas ishin të pakta dhe shpesh kontradiktore. Fillimisht u përfolë se të dy shokut mund të kishin qëndruar në një natë në hotelin e territorit të Jugosllavisë, por kjo nuk u konfirmua kurrë. 9 muaj pas zhdukjes, një person me emrin Vatoma deklaroi se kishte takuar Dedën dhe Nikolinin në zonën e Sobillës dhe i kishte strehuar për 2 ditë. Sipas tij, djemt punuan për pak kohë si hidraulik në Podgoricë dhe kishin planifikuar të largoheshin drejt Hollandës me maune, me ndihmën e 2 shqiptarëve nga Kosova. Ai pretendoi se djemtë kishin lënë amanet të çonte fjalë familjeve se kishin bërritur në Hollandë dhe ishin mirë, por kjo dëshmi nuk u vërtetua asnjëherë. Në vitin 1992 daja e Nikolin Borit, Anton Kastrati, u tha familjarëve se kishte dëgjuar se ndjem ndodheshin në Belgjik. Më vonë, ai u tërhoq nga kjo deklaratë, duke thënë se kishte ngatruar persona të tjerë me ta. Kushtua dhe kjo shpresë e fundit u shua për të dy familjet. Det Fshari, i cili sot do të ishte rreth 55 vjeç, ishte djali i vetëm i familjes. Biseda e tij e fundit me nënët mbetet e paharruar. Nuk do të ikë për të mos mërzitur, por edhe nëse largohem, nuk do të merrni vesh për mua për shumë vite. Shenja dalluese e tij ishte një djegje në pjesën e gjatë të barkut. Ndërsa shoku i tij Nikolin Zev Bori sot do të ishte rreth 53 vjeç, një emër që familja e mban ende me shpresën se ndoshta ai ka arritur të jetojë diku larg. 3 dekada më pas, fati i dy djemve mbetet i paqartë. Asnjë provë,
asnjë gjumë konkrete, vetëm shpresa e familjarëve se një ditë e vërteta për arratisin e dedës dhe Nikolinës do të dalë në dritë. Lindita dhe Esmeralda, mua më vjen sinqerisht shumë keq që kujtimet e fundit të vllajt janë pikërisht të foto. Foto bardhë dhe zi që besoj janë bërë rreth viteve 89, 90, dhe janë kujtimi vetëm që ruani ende me një fanatizëm në shtëpinë tuaj. Shumë. Do e nis intervistën me ju sepse ju Lindita keni qenë 19 vjeç. Le të themi një vit diferencë kishe me vllajin, me dedën. Ndërsa Esmeralda ka qenë 6 muajshe dhe sigurisht sot ka ardhur të kërkoj vllajin e saj, por më mirë se ju ajo nuk e njeh këtë histori dhe pse e ka dëgjuar në familje shpesh. Unë jam e sigurt që ju e përmendni emrin e tij çdo ditë që ka ditëlindjen apo datën që ai ka humbur dhe është e dhimbshme për babai. Babai ka qenë në studion time. Si është me shëndet? Baba është i smur, buan nga kolona. Ai rrin më shumë mren, divan nuk vështë sa lëviz për vetin. E keni njoftuar që sot Po, i kena thonë. që do jeni Po kishte qef më ardhë, por nuk ja shihte të rezin vetit për më ardhës. për shkak të moshës dhe problemeve që ka shëndeti ti? Nuk mund të rinë, është shumë rrugë e largët. Prej në Velipoj, më ardhë. Në Tiranë. Po. Por ai po na ndjek dhe unë i uroj shërim të shpejt babait tuaj, zotit Kol, shërim të shpejt dhe uroj dhe shpresoj që çdo informacion që mund të vi të jetë i saktë dhe të zbulojnë gjurmët e vllait tuaj. Inshallah. Ndërkohë, e dashur Lindita, dua të ndalemi tek 22 dhjetori 1990. 35 vite, shumë gjëra dhe harrohen. Por atë ditë dua të më tregosh si jeni ndarë me vllajin. E tregoj të vërtetën në shtëpi që do bënte këtë arratisje sepse kanë qenë, le të themi, ato muajt e parë që po vinte ajo era e ndryshimit në Shqipëri dhe një pjesë e mirë e shqiptarëve dhe është goxha një numër, le të themi, i lartë në zonën e Shkodrës që janë arratisur në këtë lloj forme edhe para 90-s. Dhe të gjithë njerëzit kishin frikë dhe të flisnin dhe të tregonin që donin të arratisteshin nga sistemi komunist për të shkuar në vendet jashtë kufirit të Shqipërisë për një jetë më të mirë. Vllai juaj çfarë tregoi në shtëpi? Ai ka kanë ruje të një stall. Po. Edhe erdhi të shtëpia e thot nën sot do me hëngër edhe do me ik. Po mirë thot nana, e qiti me hëngër. Edhe hëngri veç sa pak edhe i la. Shkoj, ka hikuren, qilcat e magazins, gjiboksen, edhe i ka lanë maja tavalinet. Te shtëpia. Te shtëpia. Edhe i thot nanës, kam pas një litar. Po. Atin se ku e kam, i thot nana, pas nana që dënat lak, i shkoj menja pak. Janë ndjeu, zemra që përgatiste diçka. E kena gjetë me nanen të bo remin. Po. Edhe i kena pyt, për ka ke jetë rem? Na ka thonë nanë, mos u banë marak se i kam për një shok temin. Po a i shoku me bo me kapë që tyja, ashtë i sakte nuk kam qetë. Pra, le të themi që nuk tregoj që do ishte ai që do arratiste, por i kërkoj nënës së tij ndihmë për shokun. Po. Që bëhet fjalë për, besoj për Nikolinin. Apo nuk tregoj emër? Për një tjetër, jo për... Nuk tregoj emër, e qartë, po. Edhe iku. Thot baba, thot, a shkuj me flem, po. Shkon nona të dhoma atina, kur i gjen oren, gjiboksin edhe qilsat, edhe vjen nona i me rrethot. Shihe, thot, na ka ikë, thot djali. Ju, thot djali, jo, nuk ikë, sa djali shirit, nuk i len motrat vetëm. Pune, del baba shkon të tezja, thot, e më ka ikë, thot djali. Ju, mër ka t'iku, na i tash kena nej me ta, jo, thot, më ka ikë. Sepse ai nuk shte për vaki që të linte gjërat personale, orën... Ja, sa i orën e ka pas pik dopt. Edhe qilcat e magazin, sa i u do të me shku të puna. Që i mbante me vete, e qartë. Po, edhe kur ka shku baba të stalla nuk e ka gjitë. Ka thonë ai shoku i tij, po lash me Nikolinin të Baçja. Po. E tha po i nap Nikolinit do lakna, edhe po ve.
Kur erdhi të shtëpia jo, thot, nuk ashtë ashtë. Erdhi baba i Nikolinit, thot, dëna, thot, me shku me denonsua në polici. Edhe familja tjetër, e Nikolinit kishin bërë dhe ata kërkime njëkohësisht, që rezultoi që te djali tyre nuk ishte kthyer në shtëpi dhe e menduat që ata mund t'ishin larguar nga Shqipëria bashk. Po? Edhe i thot nana, jo kur djalin tem shkoj me pa ditë. Se me bo me kënë tu kalu bunën, ma vrasin policët. Frika e një nënë. Po. Edhe unë do t'alon, ku do që t'ikun, të vazhdojnë jetën e vetë. Alla dite, sot, asë një gjë. Kështu ka qenë largimi i vllajt nga shtëpia dhe nëna refuzoi të bënte një denoncim dhe nuk u bë kurrë ai denoncim. Asnjëherë. Por familja tjetër e bëri denoncimin? Jo. Nuk e bët. Spranoi nana se i tha, nëna i vrasin fëmijët. Në kufi. Po. Nëse do ishte bërë ky denoncim, sigurisht do njoftoheshin roja kufitare dhe mund të ndodhte kjo që... Po se me kalu bunën atërë të kanë vra. E vërtet. Të guximshëm kanë qenë të rinjt asaj kohe që kanë marrë përsipër rrezikun për të kaluar kufirin në atë lloj forme. Na thote, hajde bab, shkojmë tikum. Ku më shku mër bab, hajde tikum një jetë më të mirë. Thote, po kam Alden 6 muajshe. E gjajon një laqin edhe e qesim pa unë e heqë. Pra, e kishte shprehur vllai gjithnjë atë dëshirën që donte të largohej. E ka shpreh, na thote, i thote nanë se o nuk iki, po me ba me ik, unë iku me vite dhe nuk gallzoj se ku jam. E ka shprehur dhe këtë gjë? E ka shpreh. Që nëse një ditë do vendos të largohem, edhe më dha në rasti, unë me vite iku e nuk, as nuk i tregoj ka shkoj, as me ka shkoj, as të ku jetoj, as i gjo. Por nuk dihet ata dy të rinj, flas për vllajin, dedën edhe Nikolinin, çfarë kanë diskutuar me njëri tjetër, dy të rinj me ëndra, besoj shumë të mëdha dhe morën përsipër të udhëtonin, të largoheshin, pa treguar askujt dhe nuk u mësua kurrë për fatin e tyre çfarë ndodhi më pas. Por ka qenë dark, besoj, momentin kur u mësua çfarë kishin marrë me vete, përveç atij litari që i kërkoi nënës së vet. Këta kanë pa marrë një komordare të madhe zitorit, kanë ba dhe një trin, i ka gjithë nana Nikolini të i ba, i ka thonë, përse e një të ba, do një me ik? I ka thonë, jo, po dhe me ik, dhe dushin në shtri, do me hionë në venin e ti dhe më duhet kjo përtare. Gjithnjë e ka gënjur në, gjithnjë për mos ta mësuar ajo fakti që ai do largoj. Po, edhe s'kanë të regu as njani. Askush nuk e mësoj aratisin e atyre të dyve, atë mbrëmjet e 22 dhjetorit të vitit 1990, por që t'ju pyes nga Velipoja, në çfarë vendi të Velipojës janë larguar nëpërmjet lumit? Lumit Buna, na se dim. Se ku anë Reqa... Po pra, këtë disha thoshja? Nuk e dim. Se nuk ka shtësye askun kufini. Zakonisht, shqiptarët që janë arratisur, nga histori që keni dëgjuar në vendlindje, si e bëni largimin? Nga zona e Reqit? Po, ka pas nga Reqi, ka pas nga Luarzi. Por ju nuk jeni të sigur në cilin fshat? Janë. Sepse Lumi Bun përshkron disa fshatra në atë zonë dhe ju nuk jeni sigur se kush ka qenë vendi, fshati cilin ata kanë bërritur dhe më pas kanë vazhduar, le të themi në atë mini anije, çfarë mund ta quajmë, që kanë përgatitur vetë për të lundruar në Lumin Bun në një natë dimri, që ta mendosh e frikshme. Shumë e frikshme. Jo vetëm një natë e ftohtë, por edhe me prurje të mëdha, që mund këtë pasur... Ashtë kanë natë shumë e qetë atë natë, ka kanë hana. Dhe bëre mirë që më... Shumë natë e qetë, edhe se... Gjithmonë familjarët menojnë për keq. A ka pas krisma, a ka pas lëvizje, kena pytë, kanë thonë, as nuk kena pas thymje kufinit, as nuk ka pas krisme armësh. Që kjo ju dha shpresën që ata kanë bërritur shëndoshe mirë për te i kufirit, në ish Jugoslavinë asaj kohe. Po. Por do ndalemi, e dashur Lindita dhe Esmeralda, për të folur për historinë e vllajt tuaj dhe të shokut të tij Nikolin Bori, por më duhet të bëj një shkëputje në këto momente për të kaluar në një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashk live.
Mirë, jemi rikthyer sërish bashk live dashumiq dhe ditën e sotme po flasim për historinë e dy shokëve shkodran të cilët me ëndra në vitin 1990 dhe konkretisht dhjetorin e vitit 1990 vendosën të arratiseshin nga Velipoja përmes lumit Bun për të kaluar kufirin me ëndra për një jetë më të mirë. Por fatkeqësisht prej 22 dhjetorit të vitit 1990 që kanë kaluar plot 35 vite, familja Fshari dhe familja Bori nuk kanë asnjë informacion për dy djemt, Dedën dhe Nikolin, që në atë kohë kanë qenë 20 dhe tjetri 18 vjeç dhe dua të theksoj nëse janë shëndoshë mirë dhe ndodhen diku, Det Fshari sot i bie të jetë 55 vjeç, ndërsa shoku i tij Nikolin Bori i bie të jetë 53 vjeç. Me mua në studio janë dy motrat e Det Fsharit, Esmeralda dhe Lindita, dhe ndërkohë e dashur Lindita do të vazhdojmë bisedën bashk pa u mërzitur Esmeralda. Do të pyes dhe ty e dashur Esmeralda, sepse besoj që e ke mësuar këtë histori teksa rriteshe dhe mësove që kishe një vëlla të humbur dhe të ka munguar. Normal. Do doje sot të përcjellje një mesazh nga studio e emisionit Pa Gjurmë, nëse gjithmonë ata janë gjallë. Unë sa herë dëshiroj dhe këmgull që familjarët që vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë të japin mesazhe optimiste. Nëse vllai juaj vërtet arriti ta kalonte lumin Bun, të mbrinte shëndoshë mirë në malin e Zi, por nuk dihet më pas çfarë ndodhi me fatin e tij, drejtimin, rrugën që ka marrë. Nëse ai do të shikonte, duke ditur që në atë kohë la motrë vetëm 6 muajshe dhe sot ju jeni rritur, jeni 36 vjeç besoj, çfarë do i thoshe? Nëse ai është gjallë, do i lutesha të mendojnë për babën e për nanën, që janë sot të vjetër dhe të më thonë ata vetëm për ta mendojnë, që të dinë për fatin e tij, si do që t'jenë, edhe dikush tjetër nëse din ndonjë informacion në diçka, do i lutesha na kontaktoj nëpërmjet juve. E uroj dhe shpresoj që dikush e njeh këtë histori apo ka informacion pikërisht për Dedën dhe Nikolin të na telefonoj ditën e sotme dhe gjirasnin të përsëris edhe numrat tanë të telefonit dashur miq, regjia të ndihmoj edhe një herë me pasaporta televizive. Dua të bëj një thirrje nëpërmjet ekranit të Report TV, kushdo që është duke na ndjekur dhe mund ta njohë historinë e Det Fsharit dhe shokut të tij Nikolin Borit, të cilët kanë qenë 20 vjeç në kohën që humbën dhe Nikolini 18 vjeç, vendlindja e të dyve Velipoj, dy miq, dy shok të cilët ishin rritur në vendlindjen e tyre, diskutuan bashkë dhe vendosën në fshehtësi pa njoftuar familjet që në 22 dhjetor, mbrëmjen e 22 dhjetorit të vitit 1990 të arratiseshin nga Velipoja nëpërmjet lumit Bun për të kaluar kufirin në mënyrë ilegale për një jetë më të mirë. Por nga ajo ditë, familjet nuk mësuan asgjë për fatin e tyre dhe kanë kaluar plot 35 vite. Kushdo që ka informacion pasi dyshohet se dy të rinj shkodran mbritën shëndoshë mirë në malin e Zi, vazhduan udhëtimin dhe dyshohet se mbritën në Hollandë dhe gjurmët e fundit të tyre mund të jenë nga Hollanda, por ende kjo e vërtet nuk dihet. Ndaj bëj thirrje kushdo që ka informacion është i lutur qoftë anonim të lidhet me studion e emisionit Pa Gjurmë, vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj të dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. E dashur Lindita, dalemi tek momenti që vllai iku me shokun e tij Nikolinin, të dyja familjet e morën vesh, vendosët, le të themi që mos të bëhesh denoncimi në polici, dhe në fshehtësi, le të themi, filluat edhe të interesoheshit, të kërkonit për vllajin. Çfarë mësuat? Asgjë si hina, veç fjalë të Vatomës, si ka thënë. Ky person kush është? Vatoma. Po? Se i ka takuar. Është një bashkëfshatar juaj? Jo, është nga Gruvda, ka telefonua herën. Një person, le të themi një qytetar. Po, dhe çfarë ka treguar? Ai ka treguar se i kam takuar dhe kanë hap një grup banjat tek një grua që është quajtur Maria. Në çfarë vendi të Malit të Zi? Pretendoj në Tuz të Malit të Zi. Pretendoj që ky person i kishte takuar. Po. Dhe bëjt fjalë për dhjetorin e vitit 1990, që do të thotë që ata sapo kishin mbritur në malin e Zi.
Po. Ai ka takuar. Ai thotë 91-shin. Një vit më pas. Po. Jo, një muaj më pas, e qartë, një muaj më pas, vinte 1991. Kanë hapë 3 ditë grupën e banjës, ka ardhur një maune i burr kosovar dhe i ka thënë, a keni njerëz për me nis sa ajo gruaja pas ka pa përcjell njerëz, u bë mirë ti përcjell me ikja shtetit, po. Shqiptare në Malinezi, po? Ky ka thënë, po pyes se i kam ja 2. Shqiptar, nga Velipoja. U ka thënë këty në po, do na me ik, ky thot, i kam vuon, thot në maune, edhe i kam nis për Holland. Edhe pra, asnjëherë. Ky shqiptar që ka telefonuar dhe ju ka dhënë këtë informacion që vllai juaj së bashku me Nikolinin kanë bërritur në Malinezi, ai ka takuar janarin e vitit 1991 e përsëris gjithë me shpresën që ata që kanë hapur televizorin në këto momente janë duke na ndjekur të mësojnë detaje më shumë për kësaj historie dhe ndoshta dikush që mund të na shikojë nga qindra teleshikues që na ndjekin, dikush mund të ketë një informacion për këtë histori. Ai ka takuar janarin e vitit 1991 dhe pretendon që të dy i ka përcjell me një maune drejt Hollandës. Por të tjera detaje ka thënë? Asnjë gjë më tepër. Por ky person bazohesh nga fotot apo edhe nga emrat? Ka diskutuar? Kam nejtë thot 3 ditë me ta. Ka qëndruar 3 ditë me ta? Dhe sigurisht në këto 3 ditë ata kanë treguar dhe udhëtimin e tyre si kanë bërritur aty. Çfarë dinte ky person? Prandaj po të pyes. Veç kaq na ka treguar si gjë më tepër. Ju e keni takuar vetë familjar personalisht të person? Po, ka kanë baba. E ka takuar? Po, e ka taku, i ka thonë, a mjen këtë fjalë, si mi ke thonë, po, i ka thonë, kam ne jonë me ta, i kam njëson, shnosh e mirë ka ndalë, i ka thonë, si ka kënë njëri në fizionemi, i ka të regua njëri ma rëmallak, tjetëri i ka thonë, ashtë ma e hullë. Më i dobët? Po, për vëllajnë tim. Ka thonë, aje ka pas 3 motra, kë ka pas 2 motra. Po pra, se në 3 ditë jam e sigur që ata kanë diskutuar me njëri tjetrin dhe kanë folur edhe për familjen e tyre. Dhe më pas, a i ka nisur me një maune drejt Hollandës, kishë shprehur dëshirën vetë, le të themi vllai me shokun që doni të vinë në Hollandë, apo rasti që do të jepej vetëm të largoheshin? Rasti për me ik prej Malinezi. Veç me ik dikon, mos me nej, mos me ik këtu në Shqipëri. Sepse, logjikisht, edhe nëse mund t'jenë kapur në kufi të një shteti tjetër, apo qoftë dhe në Hollandë, që kanë hyrë ilegalisht, mund të kenë rënë në burg, sa do t'jenë dënuar 35 vite, nuk do ishin dënuar kur. Do kishin dalë. Të pyes ty si motër, duke ditur që je rritur me dedën, bashkëmoshatar, më mirë se ty nuk e një askush, besoj, në familje, sepse keni qëndruar bashkë me njëri tjetrin për shkak dhe të moshës, keni ndarë ide me njëri tjetrin. Kishte një arsye, një motiv që ai për kaq vite të zhdukej nëse është vërtet gjallë dhe nuk ka ndodhur asgjë, apo atë fjalën që tha në shtëpi që unë po ika? Vetëm se është kanë mërzit me atë sistem, se baba ka pa kanë në burg 8 vjetë. Për shkak të sistemit. Po. Ka qenë një sistem që një pjesë e mirë shqiptare kam vuajtur në atë kohë. Edhe e urrejnë të atë sistem, edhe sote nuk jetoj këtu. Nuk kena të ardhuna. Dhe i sa do të me na marrë edhe ne, nuk ka shpresë se po iku vetëm unë. Por të trishte dhe familja. Do të me na marrë edhe ne. Babaj që do gjithë zgjidhje dhe për motën e vogël, për të kaluar ideja që do merrte edhe familjen, ka qenë dëshira e tij e madhe. Por çfarë dyshon e dashur Lindita për vllajin? Ai ko kanë shumë besnik. Ai kur e ka thënë fjalën e ka majt. Edhe unë ndrua, thëmë se mos e ka marrë shteti për siguracion, për në gjë, për sigurime. Ose mund të kenë në fabrika, orita, kështu më në jonë. Dhe e qartë, mendja ku nuk të shkon, kur ke një person të humbur, unë jam e sigurt familjarët çfarë nuk mendojnë. Çfarë nuk mendojnë, që mund të kenë ndodhur kjo, apo ajo, dhe mendja ku nuk shkon. Gjithmonë shkon. Dhe ajo që po kuptoj nga ty është që ndoshta ndodhet diku izoluar dhe nuk ka mundësinë që ai të kontaktoj. Ashtu thomon, veç sa është i izoluar, se nuk ka mundësi me kanë të tërkon, se me kanë dikun se janë gjithë lirë,
Tash ishte janë arsye. internet, po, janë internetet, janë gjithçka. Shqipëria është e lirë për me dash me kontaktua. Shkenca ka hecur ka shumë, sa Ka sot shqiptarë gjithkon. teknologjia të bashkon për 1 sekond kudo që ti jesh. Po. Pa dyshim që ju në për rrjetet sociale keni llogari me emër, me mbiemër Po. dhe nëse ai do kërkonte, do e gjente shumë shpejt familjen e tij dhe pse kanë kaluar 35 vite. Por asnjë shenjë, le të themi, nuk Asnjëherë, keni marrë nga asnjëherë. vllai. Por familja tjetër e Nikolin Borit, ata, besoj që ju kontakte të vazhdueshme keni me atë familje. Po, as Ndër ata. vite keni patur. Jo, asnjë. As ata. Se nëse logjikisht nëse do kishte një informacion për Nikolinin, Po. automatikisht do zbulohesh edhe historia e vllait tuaj. Por informacioni që mbriti pas disa viteve, daja juaj që ka takuar një person, Po, pa e tha se nuk janë ata, janë kanë dy. bësh flet për çfarë shteti? Apo për Belgjik. Në Për Belgjik. Po, Po, por i ra mohit, tha jo, nuk janë fëmija tuaj, janë dy tjerë. dyshosh që jetoni të lirë apo në burg në Belgjik? Të lirë, të lirë. Të lirë. Të lirë, Por që nuk ishte lidhje me vllajin Jo. edhe me Nikolinin. jo. Përveç këtyre informacioneve, qoftë në kuadrin e thashë themeve, për gjatë tyre 35 viteve, ka ardhur diçka tjetër në familjen tuaj? Jo, asnjë. Asgjë. E dashur Lindita, unë uroj që ai të jetë gjallë. Faleminderit. Uroj që vllai juaj, Ded, së bashku me Nikolinin, të kenë mundur ta kenë kaluar lumin, të kenë bërritur në malin e zi. Uroj që ditën e sotme, që ne po e risjellim në fokus historinë e tyre pas afro 3-4 viteve, që nuk keni qenë në studion time, keni qenë Po, që në fillim dhe ka qenë babai në studio, e kujtoj shumë mirë, kur e kemi trajtuar, uroj që ditën e sotme, kushdo që është duke na ndjekur, mund të na telefonoj. Do qëndroj me ju, sepse dua të bëj dhe 2 pyetje të tjera, por fillimisht do bëjmë një shkëputje, do të kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi sërish bashkë live dhe në fakt po shkojmë dhe drejt fundit dhe pak minuta na ka ngelur në dispozicion dhe dua të pyes dashur Esmeralda, sepse jam i sigurt që ndoshta mund keni bërë verifikime dhe por doja ta dëgjoja nga ju. Kur mendon që në një natë dimri të arratisesh, të përshkrosh lumin, kufirin për të mbërritur në malin e zi, siç bëri vllai me shokun e tij, mendja fillimisht të gjithëve ju ka shkuar për keq. Që ndoshta mund të ndodhur diçka, mund të jenë mbytur. Keni bërë verifikime në mal të zi, ndoshta për trupa që janë gjetur, sepse më ka ndodhur që në studiot e emisionit pa gjurmë, ku kemi trajtuar historinë, sepse nga Shkodra ka shumë persona të humbur që kanë tentuar të arratisen për të mbritur në malin e zi në ish Jugosllavinë asaj kohe. Dhe shumë familjarë më kanë treguar që kanë bërë verifikime në malin e zi dhe kanë zbuluar autoritetet e malit të zi trupa dhe të mbytur për gjatë viteve 90-91, apo më përpara që mund t'jenë edhe më shumë në numër. Keni bërë verifikime? po, ka kanë daja, Anton Kostrati, edhe Nina ka thënë se nuk janë fëmija tuaj. Janë Persona të tjerë. persona të tjerë. Pra janë bërë verifikime, Po, le të po, themi. nuk janë fëmija tuaj. Dhe ky është një lajm i mirë, Po, që shpresa, le të themi, është e madhe se ata mund t'jenë gjallë dhe s'ka ndodhur diçka e keqe. sa herë që vjen daja, si vjen në Shqipëri, Daja ku jeton? në Ulqin. Në Ulqin, Malzi, po? Në Malzi. E kena pyet, si nuk na bjen një lajm, se ai kur ka dasht me ikë sot gjithmonë, se do t'iku të daja, por ai nuk ka arrit për me shku të daja, si hera. Daja ka jetuar edhe para viteve 90 në malin e zi, në Ulqin. Është ka linaj atje. Ka lindë dhe... Po, a daja e gjyshit tem. E qartë, e kuptova. Dhe vllai gjithnjë thoshte që do Po, shkojë në mal të zi. do shkoj në Malzi, por asnjëherë nuk ka shkua te daja. Por i pat me thonë dajës, si nuk na prune një lajm, më ka thonë mua që shpresat mos i humni, gjallë janë, dikun janë. Por shpresat mos i humni kurrë. Ka që më ka thonë. Si e kujton ti vllajin tënd? Ai ka qenë shumë i dashton.
Ai ka bërë gjithçka për ne. Ka qenë i madhi Po, një vit para me tash. i fëmijëve i madhi, po? Po. Ai ka bërë gjithmonë të pamundëren për ne. Gjithmonë kur do të që do të me i kushtar, sa atë natë i ka arë letra për me shku kushtar. Një arsye më shumë që donte të largohej dhe të arratisej. Edhe shkeu atë letrën edhe landritare. Thirrjen për në ushtri e ka grisur. Po, e ka grisur. Edhe thote, nuk të t'iki, thote ushtar, thote. Asë një herë na. Ky pas ka pas menen për me ik. Jo me shku ushtar, nuk shkoj ushtar. Vetën e ngrisi dhe u largua. Nëna dhe babaj, ata të cilët e vuajnë dhe besoj Shumë e vuajnë, shumë. në pritje. Shumë. Janë lullë shumë i tash, nuk përballojnë më. Dhimbjen për të birin. Ishte djali vetëm. Në familje. Dhe kuptoj, dhimbja është e madhe. Për një nën, për një babaj që nuk kanë rreshtur kur për afro 35 vite dhe janë ende në kërkim të djalit të tyre dhe sytin bajnë nga dera. Ata vetëm ta dinë sa është dikon, se ata nuk dojnë asnjë gjë prej tina, vetëm thot ta dimë që edhe nesër ndekshin, mos desin me zemër të plastë. E dhimbshme është shumë. Kanë 35 ditë, 35 vjetë. I bie jetë sot plot 55 vjeç. 55. Nëse do të shikonte, gjithje me shpresën që është gjallë dhe kanë mundur të dy së bashku për të dalë nga kufijtë e Shqipërisë dhe të kenë bërritur në malin e zi, e urojmë dhe lutemi të gjithë që ata të jenë gjallë. Çfarë do i thoshe sot? Unë i baj thirrje vllavë tem, në qoftë se ai është gjallë, të bëjnë pamundërën, si do t'i kenë rrethanat për hir të nënës së babës, vetëm një telefonat, ta dinë se është i gjallë. Asnjë gjë nuk lutena, as nuk i lypim. Vetëm ata desin qetë, ta dinë se është dikon. Se ata janë duavujt shumë. Uroj dhe shpresoj dhe unë i bashkohem thirrjes tuaj që kushdo që është duke na ndjekur dhe mund ta njohë këtë histori, ka informacion, mos të hezitoj të lidhet me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. E dashur Lindita, e dashur Esmeralda, unë ju falenderoj të dyjave që u pata sot në studio. E shikoj dhe e ndjej dhimbjen tuaj. Uroj që të zbulohet kjo e vërtet, dhe pse kanë kaluar kaq shumë vite. Uroj që të mësoni të vërtetën se çfarë ndodhi me fatin e Det Fsharit, vllajt tuaj, së bashku me shokun e tij, Nikolin Bori. Ne do mbetemi bashkë në kontakt dhe lutemi për ata. Faleminderit. I falenderoj të dyjave. Falenderojmë edhe ju për emisionin. Jeni shumë të mirë. Faleminderit Lindit. Mirë, me historinë e Det Fsharit, dashur miq dhe Nikolin Borit, ne kemi ardhur në fund përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi, ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë nga hëna në të premte ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.